të normalizohet edhe me tutje dhe të bëhet, domethënë, bashkimi i qytetit, sidomos i qytetit të Mitrovicës, domethënë që të mos ekzistoj as juridikisht si ndarje, të korrigjohet ai modeli i decentralizimit që e ka ndarë qytetin e Mitrovicës, sepse është një territor jashtëzakonisht i vogël, por ka pasur një simbolik të madhe. Unë mendoj që qyteti i Mitrovicës do të bashkohet dhe nuk ka alternativë tjetër përveç se bashkimit. Kështu, në përdallim prej kolegut, e shoh pozitive, sigurisht seancën e sotme edhe bashkimin e mundshëm të Mitrovicave, por jo për shkak sepse policia, sepse ushtria, këto terminologjit, po në kontekstin kështu pozitiv është nëse ne ju ofrojmë atyre shërbime, nëse qytetarët serbë të Kosovës marrin shërbime, marrin donacione, marrin subvencione, e ndin vetën qytetarët Republikës të Kosovës, edhe bashkimi bëhet i natyrshëm, si më thonë bashkimi do të me bëru nga poshtë, bashkimi do të me bëru për shkak të interesave të përbashkëta, për shkak të shërbimeve, ndërsa këto terminologjit, policia, ushtria, kështu, ma shumë janë diskurs kështu që i knoqën është një pjesë të qytetarëve, i përdorin politikantë, por që nuk do të, si me thonë, me triumfu kjo në diskurs, sepse nuk ka bashkime, nuk ka jetë dinjitoze, sepse policia, sepse ushtria, po sepse shërbime, sepse të mira, sepse jetë e përbashkët, kështu e shonë. Peci? Përgjithsisht si hap tutje, do më thonë, për asaj që ka ndodhur vitet e fundit, sidomos këto 2 vitet e fundit në veri, respekti, do më thonë, është ma shumë se do të me trajtu si në konceptin institucional, do më thonë, po respektohet një koncepti sovranitetit, që është në dorë institucional, do më thonë, qeveri dhe komun, që tash tutje që kjo ka me parapri që ka me ndodhë tash e tutje, unë shpresoj që ka me qenë disa entitete pak ma theksume, se që janë integrimi pak ma i shtum, i komunitetit atje, çfarë do qoftë, edhe ideja që me thy këtë paradigmen që ka ekzistu për para, që kemi pas një lloj shputje ndërmjet qeverisës lokale në komunat e veriut me qeverisët qendrore, e që kanë shumë pikat përbashkëta në punë që i bojnë për komunitetin lokal atje. A mund vazhdoj kësaj? Me shpresë që mundet mu vazhdu, mirë po, ideja është që ka shumë pengesa, mundet mu kriju situata ndoshta të paqena, respektimi simboleve dhe tutje, unë e kum pasi hap administrativ që me kalu me u bë mbledhjet inauguruse, po ideja ka me kanë të projektet që ata kanë me furnizu, si që dim na, komunat veriore, posaçërisht edhe komunat me shumicë serbe, i kanë disa të drejta, me pakon atisaret ma shumë se disa komunat të tjera, dhe kjo me pas se qysh po kanalizohen. Përveç si administrativa, është çështje edhe e pranimit? Është edhe çështje politike, po, është përgjithsisht çështje shumë e mirë politike, për shkak se na prej një realitetit që janë djegë zyrët e KQZ-s, me arë një realitet që respektohen institucionet, është bagi